Ish kandidati për deputet i Partisë Demokratike, gazetari Aulon Kalaja është shpallur non grata nga Greqia. Lajmi është konfirmuar nga vetë Kalaja përmes një mesazhi në rrjetet sociale. Ai shkruan se akuzohet nga shteti grek për racizëm dhe vendosje në rrezik të sigurisë kombëtare të Greqisë, ashtu siç edhe ndodhi pak ditë më parë me gazetarin investigativ Artan Hoxha. Dua t'ju them se nuk kam mundur të filloj proces gjyqësor në shtetin grek, megjithse kam bërë çdo përpjekje. Avokatët e mi grek, 3 të tillë janë tërhequr nga çështja ime kur kanë marrë kontaktin e parë me policinë greke. E çuditshme, por e vërtet, pa e zauruar shkallët e gjyqësorit grek nuk mund t'i drejtohem dot gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit, ndryshe gjykata e Strasburgut. Në pamundësi të ndjekjes së kësaj rruge dhe i bindur në pafajësinë time dhe në një anshmërinë e Greqisë për të më shpallur person të padëshiruar, vendosa ta bëj publik këtë lajm. Ndjehem i fyer nga kjo masë sepse kur nuk kam bërë deklarata apo gjeste raciste dhe asnjë veprimtari që i shkel ligjet greke, po ashtu ndjehem keq kur në kufijtë e Europës më ndajnë nga të tjerët dhe më marrin në pyetje pasi shohin shënimin e grekëve në faqen e parë të pasaportës, por dua t'ju them që pasaportën nuk e kam dëruar, megjithse kanë kaluar vite nga ajo ditë dhe mua më është dashur televizja e shtetit, sqaron Kalaja. Të dashur miq, dua të ndaj me ju lajmin se jam shpallur person non grata nga shteti grek. Në rrugë zyrtare kam kërkuar informacion për motivin e non gratës ndaj meje, por ka qenë e pamundur. Në rrugë jo zyrtare kam mësuar se mbi mua ka 2 akuza: vendos në rrezik sigurinë kombëtare të Greqisë dhe akuza për racizëm. Unë besoj se kjo mas ndaj meje është marrë për 2 arsye: së pari për shkak të aktivitetit tim si aktivist dhe së dyti si gazetar. Dua të sjell në vëmendje se unë së bashku me një grup aktivistësh patriot veprimtar të çështjes kombëtare, kemi organizuar protesta para kryeministrisë dhe 20 qytete shqiptare kundër marrëveshjes së detit me Greqinë nga kryeministrat e kohës Rama Tsipras, po ashtu protestën e 20 janarit 2018 kur ministri i jashtëm grek Kocias vizitoi Korçën dhe u takua me ministrin e jashtëm shqiptar Ditmir Bushati. Kemi kërkuar reciprocitet që deti të mos shitet, të dikautohet çështja Çame. Marrëveshja e detit të shkojë për kontroll incidental në gjykatën kushtetuese dhe të tjera. Si pasojë e protestave dhe ngjarjeve të tjera, marrëveshja e detit me Greqinë dështoi për fatin ton të mirë. Gjithashtu një dokumentar që unë kam bërë për vrasjet e shqiptarëve në Greqi, në kufi, në burgje dhe nga policia greke në komisariatje. Dokumentari Drejtësi për Pëllumbin, që është në YouTube, flet për Lezhjanin Pëllumb Mar Nikolaj, që vdiq në komisariatin e policisë Ano Patisja në Athinë në gushtin e 2016-s, dhe ku njoftimi i policisë greke është se i riu shqiptar u vetë vra duke u hedhur nga kati i 3 i komisariatit. Por dokumentari që unë kam bërë vërteton se ai u vra brenda në komisariat nga policët grek me mjete jo të mpreta, sipas ekspertit të mjekësisë ligjore të intervistuar nga unë dhe dëshmive të tjera drejtëruese. Për rastin Mar Nikolaj nuk ka drejtësi dhe asnjë autor. Çështja është e ngrirë kur po kalojnë 10 vjet nga vrasja. Unë e dua Shqipërinë dhe në rast se ky është metri që segmentet e shtetit grek të shpallin të padëshirueshëm, 100 masa të tilla nuk do të më ndalojnë të jem patriot për adeun tim. Nuk dua as dekorata dhe as paleta, ndaj dhe e bëra me dije kaq vonë këtë lajm, pas 8 vitesh pritjeje kur nuk kam asnjë shteg tjetër për të kërkuar të drejtën time. Dua t'ju vëj me dije gjithashtu se masa non grata më është komunikuar në kufi me datën 20 korrik 2019, megjithse kam bërë çdo tentativë për të vendosur nderin tim në vend, nuk i kam dhënë dot drejtim çështjes. Dua t'ju them se nuk kam mundur të filloj proces gjyqësor në shtetin grek,